Unë vi nga njerëzit dhe kam bezdik të pjesën që shkon i takon vetëm kur është fushata. Mirë, fushata është finalizim. Unë kështu e mendoj, pastaj tjerë ta mendojnë si duan. Unë mendoj që me njerëz duhet të jesh gjithkohës. Sa herë ka nevojë, ku janë, ty takosh, qoftë edhe për një mirëditë, mirëmëngjes, kafe, thjesht për të diskutuar gjëra të jetës përditshme, nuk ka nevojë të flasim vetëm politik. Kështu e mendoj unë. Kështu kjo s'është ndalë ndonjë herë, besoj se do ndalet as mbrapa. Jo, a ka ndonjë specifik si vjet në këtë garë zoti Eli Mehmeti, sepse kjo lidhet edhe me mënyrën e ndryshimit të kodit zgjedhor, me teknikalitete që për të vërtetë duhet të thënë që ka disa probleme dhe zonja Tabaku para jush e tha që duhet të përplasesh edhe me të tuta aty brenda. Teknikalitet do kalojmë patjetër, se mos duhem t'i bëjmë mbjesht, se kjo do diskutohet. Po unë mendoj që në bazë Emrusi përbashkët mbetet gjithmonë i njëjti. Pra në fund fare ditës ne kërkojmë njerëzve kush mendoni juve që ju përfaqëson më mirë dhe të cilat ide mund të shkojnë më mirë. Tash idetë kur bëhet fjalë për trup kolegjiale, siç është parlamenti, bëhet fjalë për ide, le të themi, të një force politike, pra nuk mund të thush vetëm ide personale, kjo do ishte ndryshe nëse do ishin gara individuale apo jo. Kjo është e vërteta. Pra ne po e karrim si ekip. Dhe në fund të fare brenda këtij ekipi neve kërkojmë edhe cilin mendoni juve preferoni më shumë. Kalojmë ke teknikaliteti tani. Dhe unë mendoj që demokracia drejt për drejt është forma më e mirë. Pra në momentin kur zgjedh direkt një person brenda një force, unë mendoj që është metoda më e saktë. Dhe jo t'i japësh forcës dhe pastaj forca zgjedh për ty. Kjo nuk është fiksa aty ku duhet. Dhe unë kam qenë gjithmonë në favor të listave të hapura. Listave të hapura totale. Nëse është mundur i gjej listën e hapur dhe listën e Tiranës ose më saktë të gjitha partitë për ta komentuar me zotin Ali Mehmeti, po ndërkohë ja kjo është lista, doktor, po shumë fletë e madhe mo, e kupton ata. Kjo i takon KQZ-s dhe atyre që bëjnë ligjet. Kur s'bën ligjet e mira ndodhin këto gjëra pastaj. Parimi parlamentit kush është? Bësh ligjet e mira. Kjo besoj duhet të jetë kështu për Guinness. Është ashtu. Jo, e kam fjalën që do të personat e moshuar, do vendosen ato syze, do ketë. Patjetër që do kenë vështirësi, kam frikë të dalin edhe goxha të pavlefshme, ka pas mundësi më u bë më mirë, i takon organeve kompetente. Ja një defekt që do të mjafton kjo. Shiko, doktor, shiko sa karakteri gërm, sa i vogël për listat e mbyllura, shiko, dakord, këtu do votohet. Por lista e mbyllur do të një. Po, ajo është thjesht për njohje, në fakt ato diskutohen goxha, po ato nuk votohen. Kështu që kjo ka qenë një diskutim, duhen aty, s'duhen aty. Ju kujtoj për shembull para 2 vitesh ka qenë këshillat bashkiak që votonin, edhe ato ishin të mbyllura, pra binin proporcionalisht, dhe aty nuk ishin fare emrat në këtë rast. Pra ishte vetëm sigla e aleancës apo partia dhe nuk ishin emrat fare. Pra ky është një diskutim, duhen emrat e mbyllur, s'duhen emrat e mbyllur, sepse do ishte kursy pak vend. Megjithatë, unë mbetem ke logjika që unë mbetem institucional. Institucionet kështu e kanë vendosur, kanë ecur me këtë parim. Të mirat këqijat e kësaj pune i diskutojmë neve sa duam, por kjo do zbatohet. Kështu që në fund fare ditës rregullat e lojës janë këto dhe me këto rregulla luhet. Nuk fare në siklet, doktor, fakti që jeni listë hapur. Jo vetëm nuk më vënë në siklet, po unë ju thash, unë jam partizan i listave të hapura. Pra e kam dashur që gjitha t'ishte listë hapur, që në korrik e kemi diskutuar. Jo, por nuk janë të gjithë, sepse 12 janë listë mbyllur dhe ata të penalizojnë ty. Edhe një herë. Unë kam qenë favor dhe jam favor të listave të hapur. Pse? Sepse jam favor demokracisë drejt për drejt. Dhe demokracia drejt për drejt, një nga metodat se si shfaqet është dhe përmes listës hapur. Dhe nuk, jo vetëm se kam problem, por është brenda parimeve të mia. Shko aty kërkoja njerëzve se këtë duan ata të mbështesin. Nuk ka asnjë arsye të krijohen artifica me radhë. Megjithatë, rikthehemi, unë mbetem institucional, shumica ka vendosur, ka folur, e ka bërë këtë ligj dhe unë tash pavarësisht se jam pakic në këtë mendimin tim, do respektoj ato që tashmë është vendosur nga shumica. Jo, okay, po për ta mbyllur këtë pjesën e këtij diskutimi, në listën e hapur zoti Ali Mehmeti ka emra që janë ustallar dhe janë senator në punët e zgjedhjeve. Dhe pa i përmendur me emra, disa janë deputet aktual, disa kanë qenë deputet, dhe e njohin shumë mirë pjesën e strukturave të deputet lëkut, po e them me fjalë popullore. Si do fitoni ju para këtyre? Ju absolutisht jeni një nga më të votuarit në Partinë Demokratike dhe një nga më të votuarit edhe në Shqipëri, po them. Por si do votoni përballë këtyre, pa mirë pasaj përballë socialistëve? Keni hallin tim personal? Po. Do dalë dhe këtu.
E them këtë sepse do dalë. Për mua jeni një nga prurit më të mira në politikë në vitet e fundit. Faleminderit për vlerësimin. Në radhë parë, unë kam një interes madhor për rotacion më 11 maj. Ky është interesi im i parë. Çdo ujë, po ta lesh fjetur në një vend, fillon e qelbet me kalimin e kohës. Do rotacion. Rotacioni është diçka e mirë, rotacioni është diçka që i bën mirë shoqërisë. Hiku kjo, sepse nuk duhet të më çivet në pyetjes tuaj. Nëse mendoni që nuk fitohet dot, unë ju kujtoj që ne bëm një palë primare para 10 ditësh, 2 javësh, pak a shumë, po bën 2 java vash, të cilën ishte vetëm antarësi politike. Pra votonin vetëm antarët e partisë politike. Pra bëhet fjalë për më politizimin e mundshëm të shoqërisë. Dhe nuk jam duke folë për shoqërinë e gjerë. Dhe ju e dini rezultatin, unë s'kam nevojë më të flas. Jo, po ju thash, më votuari. Eksakt. Kështu që nuk më shqetëson fare, aq më shumë tani kur i drejtohem shoqërisë, unë vi nga shoqëria, vi nga shoqëria civile, nuk vi nga jeta politike. Dhe edhe me këtë rezultat, pra foli sovrani politik në primare, tani flet sovrani shoqëror. Por nuk do e shoh vetëm tek personi, se po e pam gjithë ne tek personi, atëherë kemi harruar një diçka madhore. Shkojmë aty për të përfaqësuar një komunitet. Po nuk mendoj kështu. Dhe ky komunitet, po mirë, ky është problemi. Atëherë vlerësoni, ta vlerësojnë njerëzit, vlerësojnë ju si ta doni. Do mbështesni dikë që e mendon kështu apo jo? Ta vendosin njerëzit. Dhe eliminoj, dhe zotin, më fali që ndërpres, zotin Ali Mehmeti mund ta eliminojnë jo votuesit, po teknika dhe marifetet e ustallarëve, ky është problemi, them unë. Po. Besoni mu, edhe atyre teknikave dhe ustallarëve, jo se nuk përdoreshin dot dhe në proceset më pashme zgjedhore, po ja që nuk e eliminojnë dot dhe nuk do eliminojnë dot dhe kësa herë. Edhe njerë, unë nuk i shoh atë skuadër tonën si ustallar apo teknikalitet dhe do mundoh. Unë e shoh atë si skuadër kundër kësaj skuadrës tjetër që na merr neve në qafë. Unë këtë kështu do ta shija, se nëse juve mendoni që ka bryla, patjetër që ka, se gara ka bryla, s'diskutohet, nuk po pretendojmë neve që tash po shkojmë neve një fush me lule dhe tash do shkojmë aty dhe do bëjmë vetëm, patjetër që ka gara bryla, do t'i përballosh, do t'i kapërcesh, po nga krau tjetër po të shihni juve, ju keni ministra këtu. Drejtorë të lartë, imagjinoni llojet e bryla, ministri i brendshëm. Ministri Brëndër listë hapur. Si mendoni juve që do funksionoj për shumë? Unë më shumë shqetësohem për Ilir Ali Mehmetin, se sa për një ministër këtu të lista e Tiranës. Prandaj ju a them, poshtë për punë presionesh brenda kolonash, t'ju garantojmë këtu presioni është në nivele të jetë më të larta, se këtu përdorin institucionet shtetërore, ajo që ju dhe diskutuat pak më parë, se kemi problem në këtë. Ne shtetin e përdorim funksion zgjedhjeve. Ky është problemi madhor, se po të mos u përdorë të shtetin funksion zgjedhjeve, ky diskutim nuk do ishte. Gara ka të bëjë me gjitha, ne nuk jetojmë në një botë ideale, unë nuk besoj se një person i rritur, matur, kam qenë dhe unë adoleshent, kam qenë dhe unë i ri, mendoja që bota mund të ishte ideale, po ja që nuk është. Rregullat e lojës janë këto, loja rruga ka pengesa, rruga ka bryla, do duhet të dish ti ka përcesh, të ecësh përpara e ti mundësh, nuk ka rrugë tjetër. Pra unë kështu e shoh garën, nëse dikush shqetësohet nga kjo lloj garë, ky nuk jam unë, kështu që për mua jam gati për çdo lloj gare. Unë e them këtë, bëm garat e brendshme. Doktor, unë do doja shumë që për atë që ju profesionit ishit në parlament pa tjetër, dhe kjo është ajo që besoj që në Tiranë mendojnë shumë veta. Unë jam i bindur që votën maksimale e ke. Por sistemi është i tillë që duhet ta themi këtë që të penalizon, sepse kur them ata fjalët ustallarët, janë dhe politike kjo. Shumë e drejtë. Pikrisht për të krijuar sisteme që t'u shërbej njerëzve, duhet që ai parlament të ketë njerëz që përfaqëson njerëzit. Se po lëvizëm sistemi, atëherë neve do të thotë që nuk kemi bërë ligjet mirë. Do të thotë që edhe kushtetuta mund të ketë hapësira për t'u përmirësuar, do të thotë që edhe ligjet nuk janë aty ku duhet. Pse? Nëse neve ngecim në teknikalitete dhe vullneti i njerëzve nuk transformohet dot, sepse shif se ky neni, kjo pika, kjo gërma, nuk kemi bërë punën e duhur. Ne duhet shkojmë aty të bëjmë ligje për ata, jo të fjalë. Unë kujtoj një diçka për shkak, referendumet popullore ne kemi të bllokuara, sa u bën. Ja kemi hequr mundësinë njerëzve që ja kemi hequr fare. Nuk ka teknikalitet tu. Ju është pamundsuar të shprehen ata me zë dhe me votë. Është faj dhe i Partisë Demokratike. Është faj politikës. Unë nuk i vura emër sikle. Është faj i politikës. Duhet që njerëzit të jenë më shumë përfaqësuar aty në mënyrë që ky zë të ngrihet. Ja, unë e them këtë.
Nuk e kam problem ta them këtë, dhe jam aty edhe për këtë. Duhet zëri njerëzve të shkojë aty dhe hallet e njerëzve. Jo këto fasadat, 3 batuta në televizor, ta bëj. Janë pozicione serioze ato që përkohen. Ti je parlamentar, nesër ti je ministër apo kryeminist, nuk je aty për batuta, je aty për punë, je aty të kuptosh hallin, dëgjosh fjalën dhe të bësh çka është e mundur. Unë nuk po them që gjithçka është